Edhe sot s'ka ndryshim, ne po shpresojmë që këto ditë do të vjen përgjigje e gjykatës kushtetuese në adresimin që ja kemi bë. Pra në një mënyrë po presim deri në këtë vendim me pasim me vepru ma tutje. Është edhe pak ditë bëhen 60 ditë, pra jemi në ditë të fundit përgjigjes. Po shpresojmë që na hap rrugë pra me shku përpara, sikur se po e shohim gjithë, gjendja është e keqe. Po besoj është pa logjikshme me pas drejt një kandidat 10 herë me kandidu. Pra është drejt me kandidu ose me nominu, por nëse se merr votën, jam bindur që gjykata do të reflektojnë këtë pjesë. Pastaj edhe çështja e procedurës votimit. Pra pa dikon që është votuar, nuk vlen procedura e votimit tjetër, se është votuar me vot hapur, sikur se e dini kandidati janë fjalë, është votuar është nxjerrë votim disa herë dhe ka dështuar. Ma e keqe është se Kosova po ndëshkohet, jo si është gjendja me energji, për shembull vetëm me energji po flasim. Edhe plot sfida tjera që i ka veni, gjendja nuk është e mirë, gjendja është shumë e vështirë. Si mund të ditet nga kjo gjendje zyrtare? Tani të ngutemi ndoshta para vendimit të gjykatës, ndoshta është jo në rregull se jemi shumë afër, po shpresojmë këto ditë. Mirë po duhet të shqyrtojmë çfarë do mundësie që dalim nga kjo gjendje pra. E kemi thënë edhe më herët, nuk është mirë me ushqyet sikur s'po ndodh kurrë, pra ne opozita mendoj që duhet me qenë shumë më proaktive, me ballafaque mashtruesin edhe ekipën e tij që nuk lejohet me mbajt vendi pa në këtë mënyrë. Zotëri Haradinaj, për një arsenal armë që është ka pranë në veri të vendit, a jemi të rrezikuar siguria e vendit tonë nga këto kërcënime që vijnë nga veriu, nga thjesht nga grupet kriminale? Policia e Kosovës, institucionet e sigurisë të Kosovës, rendit e të ligjit, po bojnë një punë mrekullueshme, jo vetëm në veri, në gjithë vendin, kundër gjitha rreziqeve. I përgëzojmë edhe për këto të fundit. Jemi të bindur se bashkëpunimi ynë me institucionet e sigurisë, talatëve tonë, në këtë rast veçanërisht të Amerikës, nuk do të lejon asnjëherë vakum, pra nuk do të kemi asnjëherë rrezik nga askush. Kosova është e sigurt, nuk ka arsye askush me u shqetësu ose me u frikësu. I lutem.